sy tjetër nuk sheh. Po, zotëri Sylla, a konsideroni se ishte i qëllimshëm propozimi i zonjës Haxhiu apo thjesht vetëvendosje vërtet dëshiron që ta ketë atë në krye të kuvendit të Kosovës? Jo, përderisa e ka propozuar, unë konsideroj që është personi i cili zoti Kurti, përkatësisht se kur flasim për vetëvendosjen, gjithmonë e mendoj zoti Kurtin sepse është i vetmi ai aty që merr vendime dhe të tjerët i subordinohen direktivave të tij. Megjithatë, unë nuk pajtohem me kolegun me idenë që këtu përgjithësisht është vetëm lëvizja vetëvendosje, për këtë rreth vicioz i cili është krijuar, në të cilën po torturohen gjithë qytetarët e Republikës, përfshi edhe media, duke e qëmtuar këtë ide në vazhdimsi, konsideroj se përgjegjës janë të gjithë dhe dalja nga kjo situatë, nëse zoti Kurti vazhdon me të njëjtën ide dhe me të njëjtën kryenësi, atëherë nëse vazhdojmë me të njëjtën kryenësi edhe pala tjetër, atëherë ku po na çon kjo situatë. Unë konsideroj se propozimi për ne të gjithë jemi dëshmitar se zoti Konjufsa gjatë mandatit të kaluar ka qenë një figurë mjaft e pranuar politike për të gjitha subjektet politike, qofshin ato opozitare, por ato pushtetit. Megjithatë, zoti Konjufsa ka pasur një autonomi nga zoti Kurti dhe pikërisht për ata edhe në mandatin e parë të vitit 2019, para se të emërohej Vjosa Osmani herën e parë kryetare e kuvendit, ishte zoti Konjufsa pikërisht për shkak të kësaj autonomie dhe është zoti Kurti i cili në mandatin e tretë potencial të qeverisë Kurti 3, pra kushtimisht dëshiron që krahas themeluesve të tjerë të lëvizjes vetëvendosje ta vendos në pensionim politik edhe zotin Konjufsa. Pra po thoni se po ja bën me qëllim zotri Konjufsa? Po shikoni, unë i dëgjova edhe këto idetë të cilat i kanë promovuar sidomos Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës se do të votonim një kandidat tjetër siç është zonja Bogojevci dhe zonja Shqipe Selimi. Mirë po konsideroj që është ide mjaft e paqëlluar kandidimi i zonjës Bogojevci pikërisht për shkak të marrë parasysh se historia e saj familjare, tragjedia e saj familjare dhe konsideroj që nëse një person i tillë do të vijej në një pozitë aq të rëndësishme dhe do të dirigjohej nga zoti Kurti, atëherë besoj se nuk do të ishte një imazh i mirë për Republikën e Kosovës, sepse ajo nuk ka fuqinë dhe potencialin që të rezistoj kërkesave absurde. Në fakt AK-ja, zotëri Sufi, nën kryetari ishte para jush këtu dhe tha se jo vetëm këta dy emra, por jo Albulena Haxhiun, por do të mund të votonin edhe ndonjë emër tjetër që është më i pranueshëm për gjitha partitë. Për mendimin tim, kjo është vetëm një lloj absurdi të cilën po e synon gjithë spektri politik opozitar, sepse është mjaft e qartë. Nëse këta me të vërtet dëshirojnë të marrin pushtetin dhe ta vendosin lëvizjen vetëvendosje në opozit, atëherë kushtetuta e thotë qartë. Nominohet kandidati nga lëvizja vetëvendosje. Ne po e kuptojmë që zoti Kurti nuk dëshiron të bën kompromis dhe gjithë kjo periudhë këto tash disa ditë që jemi në këtë farë vendnumërimi, tash ka një farë përshtypje, një farë ide se ideja e kujt do të ngadhnjej më shumë, mirë po për mua është absurde sidomos qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila në vazhdimsi ka thënë se ne jemi të interesuar nuk do të hymë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Në anën tjetër, thonë se nuk duam që të bashkëpunojmë me partitë tjera opozitare dhe në anën tjetër